Analisti dhe gazetari i mirënjohur Berat Buzhala ka reaguar publikisht pas pjesëmarrjes së presidentes së Kosovës Vjosa Osmani në mbledhjen inauguruese të Bordit të Paqes, ku ajo u takua me presidentin amerikan Donald Trump. Në një postim në Facebook, Buzhala vlerësoi raportin e Osmanit me Trumpin, duke theksuar rëndësinë e aleancës së Kosovës me Shtetet e Bashkuara, edhe pse më parë ishte shprehur kritik ndaj presidentes. Gjithashtu bravo Vjosa Osmanit për raportin me Trumpin. Komunikimi i saj me presidentin Trump është fantastik dhe i nevojshëm për vendin ton, shkruan Buzhala në atë që duket një kthese befasishme e mbështetjes së tij për Vjosa Osmanin përpara garës për president. Buzhala pranoi se më herët ka qenë kritik ndaj presidentes, por shtoi se situata aktuale kërkon një vlerësim tjetër. Siç tashmë të gjithë e dini, nuk e du Vjosën, kam shkruar shumë kundër saj, sido që të jetë është çmenduri mos me ia dhanë edhe 4 vjet. Sipas tij, për një shtet të vogël si Kosova, marrëdhëniet me SBA-n janë tepër thelbësore. Për një shtet të vogël e të varur, aleanca me Amerikën është jetike. Vjosa tash është në ditët e saj më të mira në politikën e jashtme, përfundoi Buzhala në reagimin e tij. Deklarata e tij vjen në një moment kur diplomacia e Kosovës dhe raportet me partnerët ndërkombëtar po marrin vëmendje të shtuar në diskursin publik. Kjo pasi të ende në Washington u mbaj takimi i Bordit të Paqes, organizat kjo e themeluar nga presidenti amerikan Donald Trump. Në këtë ngjarje morën pjesë disa lider të shtetesh të ndryshme, përfshirë edhe presidenten e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, të cilit ju dha edhe fjala në takim. Të dy, Rama dhe Osmani patën rastin që të bisedojnë direkt me presidentin amerikan Donald Trump pas përfundimit të mbledhjes, gjë për të cilën vetë presidentja kosovare dha detaje në një intervistë më vonshme. Presidenti amerikan Trump në fjalën e tij përmendi edhe problemin mes Kosovës dhe Serbisë, duke i thënë presidentes Osmani që ta telefonojnë në momentin që do të ketë probleme me Beogradin. Megjithatë, duket se gjithë kjo që ka ndodhur të ende në Washington nuk i ka pëlqyer mediave të regjimit në Serbi, shumica e të cilave kontrollohen nga Vučići. Gazeta serbe Blic u përpoq që ta sulmoj presidentin amerikan Donald Trump, duke ironizuar me deklarimet e tij për ndaljen e luftës mes Kosovës dhe Serbisë dhe duke i quajtur performancën e shefit të shtëpisë së bardhë si shumë të dobët. U dridh mali dhe polli 1000, Trump mburret se i ka dhënë fund të luftërave, përmendet edhe Serbinë, ja pse performanca e tij është shumë më e dobët, është titulli kryesor i Blicit serb. Dje në takimin e Komitetit për Paqe, Trump u mburr edhe një herë me suksesin e tij në ndalimin e supozuar të luftës mes Kosovës dhe Serbisë, shkruan më tej media Blic, e cila është kontrolluar nga regjimi i Aleksandr Vučićit. Gazeta gjithashtu përmend edhe faktin që në këtë takim s'ka pasur fare përfaqësues nga Beogradi.